Mario Mitaj e ka nisur rrugtimin e karrierës së tij në mënyrë të shkëlqyer, ndoshta edhe vetë futbollisti nuk e priste një nisje të tillë më parë. Nëse dikush do t'i kishte përmendur skenarin e karrierës, vetëm 21 vjeç, këtë sezon ka fituar 2 trofe me Al Ittihadin, titullin kampion dhe kupën, titullari pa diskutueshëm të Al Ittihadi, titullari pa diskutueshëm të Shqipëria dhe një evropian i zhvilluar me Shqipërinë, tregojnë qartazi se karriera e këtij futbollisti do të jetë e shkëndijshme dhe plot suksese. Mitaj ka lënë pas një dëmtim jo të vogël, por është rikthyer për të mbajtur të njëjtin nivel të lartë. Madje statistikat janë të gjitha në favor të tij, pasi me të në fushë, Al Ittihadi ka zhvilluar 22 ndeshje ku ka marrë 20 fitore, 2 barazime dhe 0 humbje, ndërkohë pa të, Al Ittihadi numëron 3 humbje në kampionat dhe këto shifra janë shumë domethënëse për të kuptuar rëndësinë e pranisë së Mitajt në ekip. Në mbrëmjen e djeshme, Mario Mitaj ka fituar Kupën e Arabisë Saudite pasi ekipi i tij mundi Al Qadisien në shifra 3-1 fal 2 golave të Bezemas. Mbrojtësi shqiptar luajti për 90 minuta dhe zhvilloi një performancë të nivelit të lartë, duke mos u kursyer as pak në spektaklin e tij. Një moment shumë interesant dhe detaj i bukur gjatë ndeshjes është parë me Mario Mitajin. Teksa kishte një kundërshtar përpara dhe një tjetër po i afroi, Mario del nga situata dhe shoku i tij ekipit, ish mesfushori i Liverpoolit, Fabinho, po i drejtonte gishtin për t'i treguar Mitajt se ku mund ta dërgonte topin, për të bërë më të thjeshtën dhe të siguronte pasimin te shoku i ekipit. Por në fakt, Mitaj nuk zgjidh gjërat më të thjeshta dhe nisi të luante pak në fushë, duke i dribluar disa herë 2 kundërshtarët e tij, për t'i sjellë rreth e rrotull vetes me topin në zotërim, ndërsa edhe vet Fabinho, ish lojtari i Liverpoolit, po e shihte po kaq impresionuar Mitajin, madje pa hequr edhe gishtin tregues që tregon qartazi impresionimin e tij nga këto lëvizje me shije spektakli. Në fund, Mitaj zgjodhi të rësisht një tjetër anë pasimi për të vazhduar aksionin, por ky detaj i përmendur vlen shumë për të treguar se çfarë mund të presin tifozët shqiptar nga ky lojtar në ndeshjen e Shqipërisë kundër Serbisë, e cila do të zhvillohet në datën 7 qershor në Air Albania. Mario Mitaj është në një super form dhe do të jetë një vlerë e madhe e shtuar pas mungesës së tij në 2 ndeshjet e marsit të Shqipërisë, veçanërisht për ndeshjen e humbur mes pengjeve dhe diskutimeve kundër Anglisë, sepse ajo kundër Andorës ishte një ndeshje që Shqipëria bëri detyrën dhe mbylli shumë thjesht duke fituar pastër. Tani, botërori i vërtet për Shqipërinë fillon kundër Serbisë në datën 7 qershor, atje ku fitoria është detyrim.